أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد اللهم falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje për të ligave shpirtit tonë atë Allahu subhanahu wa taala që udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humb, ndërsa atë që në lënd humbur nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. Dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin në rrugën e tij me përpikshmëri. Me lejonin radhë parë të përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të lutë Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do të kalojmë së bashku Allahu të bëjë të bereqeshme, të beqashme dhe kur dalim para tij të na peshojmë peshorën e veprave të mira. Hadithi i radhës është hadithi 16 që e ka rëndit autori i librit. Ky hadith ka të bëjë me tematikën pranimin e veprave, qabulul a'mal. Qabulul a'mal, pranimin e veprave. Pranimi i veprave është shumë më rëndësi të thot për besimtarin, edhe çdo vepër në radhë parë për avë një shpjegim të këtij rregulli, për më pranu një vepër te Allahu subhanahu wa taala, ajo vepër duhet të plotësu dy kritere, dy kushte. Po i plotësues këto dy kushte, asnjë vepër nuk pranohet te Allahu subhanahu wa taala. E para, ajo vepër me qenë e sinqert për Allahun subhanahu wa taala, mu bo për Allahun te baraka wa taala, me kon njeti për Allahun, edhe e dyta me qenë për potshmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ndonjëra pikë këtyne dyjave mungon, vepra është refuzuar te Allahu subhanahu wa taala. Hadithin që ka përmend autori i librit është hadithi i Mus'ab ibn Sa'd, قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. Thot Abdullah ibn Omeri, transmeton Mus'ab ibn Sa'd, hyri Abdullah ibn Omerit tek Ibn Amir, i cili ishte i smur. Ky Ibn Amir i cili ishte i smur i kërkoi Abdullah ibn Omerit dhe i tha, a nuk pilutesh Allahut për mu, me bo dua për mu, me bo tha dua për mu. I tha Ibn Omeri, e kam dëgju dërgurin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë, nuk pranohet namazi po abdes, e as sadakaja nga posëria e marr, do të thotë nga plashka e luftës, para se ajo të ndahet, ndërsa të ishe guvernatori Basrës. Këtu po do me i tregu, do të thotë Ibn Omeri, Ibn Amrit i cili kërkoi dua, se ky Ibn Amr ishte në Basra guvernator. E dojke me e bo nasihat, me e këshillu, me i tregu se duaja nuk pranohet, do të thotë, në këto dy raste. Aje e përmendi rastin e parë që është në namazit. Nuk pranohet namazi po abdes. E as sadakaja nga pasuria e marr nga plashka e luftës para se të ndahet ajo. Për këti hadithi, që kam mësojmë? E para, hadithi është argument, është tekst i qartë që obligon, e bën të obligueshme pastërtin, është fjala kur themi për pastërtin, është fjala për avdesin. E bën të obligueshëm avdesin për njeriu me kry namazin. Edhe për këtë thot autori i librit قد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. Ka konsenzus plot të ummeti islam, të krejt musliman, të krejt ummeti musliman, ka konsenzus
të dietarët pajtueshmëritë plot se namazi nuk pranohet, kusht për mu pranu namazi është avdesi, pastërtia. Imamu Nawawi tregon dhe thot, po ashtu thot ka konsenzus të dietarët se është haram namazi pa avdes. Është haram namazi pa avdes, nuk bën mu fal pa avdes. Se kanë disa njerëz, a din tash kjo është temë dashurit e mi shumë më rëndësi është, kupton. Ndoshta kanë dikush në universitet thot, avdesi po ne dim rrojë avdesin, kupton. Apo ndoshta dikush thot, halona do të më fol për avdesin, halona do të më fol për namazin, po se këtu kjo është shumë më rëndësi, ti mundet më kon për ty shumë teme do të thot periferike për ty, po kjo është shumë temë më rëndësi, se sot njerëz shumë bojnë gabime rreth kësaj. Për fat keq, kupton, njerëz japin vetes drejt, domethënë edhe e bën diçka si të lehtë. Wallahu uj ke i ftoft s'mora avdes. E çu fale? Ja mora tejmum. Ka dale se ka regula, nuk ka kjo si pas kokës tonë kur ty të bjen mend, apo kur ty teket me përdor avdesin e përdor kur teket ja gron tejmumit, jo, s'është kështu kështu, këtu ka regula, ka regula, domethënë që Allah subhanahu wa taala i ka vendosur dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shëqen këtë hadithi i qartë, po tregon se do të thotë Allah subhanahu wa taala nuk e pranon namazin pa avdes. Nuk është çështje hajgare, mos pranimi i namaz nuk është çështje hajgare. Por atë Imamu Nawawi, çfarë thotë Imamu Nawawi, thotë është haram namazi pa avdes, më fal është haram. Ama i po tash të na dhe bëjnë hajgare, tha hoxha pranot namazi pa avdes, po tha unë u falja. Kanë herë disa e shndrojnë edhe në humor këto. A bën më fal hoxh pa avdes? Jo s'bën, tha unë u falja. Për ata sy dashurit e mi, pastërtia apo avdesi është pi kushteve të namazit. Po marr parasysh qof namazi farz, qof namazi nafile. Farz, nafile, qoft sejdë kur do të më bëj Allahu subhanahu wa taala, sejdë të falënderim. Qoft namazi i xhenazës. Do të thotë këto janë krejt gjëra që të cilat feja neve na ka porosit me punu me to, edhe pse në disa për ty në ka mos spajtim të djetarë, por në tash nuk du me hi mos spajtimet me i përmend, ata që kanë thonë se zgjatet fort kjo. Qëta shka thot autori, thot, walau salla muhdithan mutaammidan bi ghayri udhrin min ghayri istihlal, fa tilka ma'siyatun azima. Thot, nëse një njeri falet, do thot pa avdes, me kast falet, thot duke mos e bo këtë punë halal, qëto shumë më rëndësi qëto me kuptu, duke mos e bo këtë punë halal, thot ka bo gjuna shumë madhe Allahu, po mirë, po nëse e bën këtë halal, thot bën që shtu më fal, ulemat kanë thonë kjo është kufër që nëzirë njerën për fesë, është qyfër, a përshë sa e madhe është? Pse? Që ka thonë kjo është tallje me fenë Allah subhanahu wa taala. Edhe zotën një njeri që i merr këto dispozita në përkohën i merr edhe lun me to, ajo ka tallje me fenë Allah subhanahu wa taala. E tallja me fenë Allah subhanahu wa taala është një prej negacioneve që të nxjerr për fesë. Ajeti kur ka zbrit që tregon që tallja është negacion që të nxjerr për fesë, çka kanë thonë ata në kohët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë Muhamedi me shokët e vet, që ndëgjë. A thonë sa barkë mëdhaj jonë. Barkë mëdhaj ka thonë edhe tu ca në luftë. Çto dyhet i kanë thonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka zbrit ajeti, që ajeti më kërcënues në këtë çështje, thot kul e billahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastehzi'un, thuaj ama Allahun, faktet e ti, me dërgumin e ti po talleni, la ta'tadiru, mos u arsitoni, thot, qad kafartum ba'da imanikum, keni bo kufër pas besimit ju, ndësha, po keni bo kufër
pas besimit juj. Do më thonë besim kanë pas, para se më utall, kanë pas besim, kanë pas iman. Çështjet e fesë dashurit e mik du me e boni këshill. Mja kujtu vetës edhe juve. Nuk bën me boj gane me çështjet e fesë. Valla që veç për ta kallëzoj so, ju hiç mos pa kallëzo. Hiç mos e kallëzo. A ka të bëj me fe? Hiç mos e kallëzo. Po jo që kanë hiç bre. Me çështjet e fesë nuk ka i gare. Nuk bën me boj gane me çështjet e fesë. So është çështje shumë e rrezikshme që njeriu mundet me dal prej fesë, me dal prej dinit, mu bë pa besimtar. Vjen ka dhe e shkon një barcelet, e shkon një hoxh, e shkon një pap, e shkon një kësi, e shkon një asi, zban me fej me bajgare. Zban hiq. E bilem tash pe jep edhe një vrejtje tjetër. Ka njëherë përmenda i haron se na të muslimant këtë pejgambert janë të pranum. Prej Ademit a.s. Dejte Muhammedi s.a.s. këtë pranum janë. Dënë marë këshem, thot, me të regu, thot, të të regojnë një barcolet, e aty në barcolet mrenda saj, është pejgamberi jonë i dashur e nderuar Isa a.s. Tha një prift, o shku e kështu e me Isën e, ja, khir kerim, të killa. Isa a.s. o pejgamber për pejgamberve të Allahut. Wallahi billahi, o tonë kjo është send shumë i rrezikshëm. Që ata jam tu, ndoshta dikuj i doket kjo hiperbolizim, jo. Nuk ka hajgare me fe. Nuk ka hajgare me fe. Në fe s'ka hajgare. Në fe nuk ka hajgare. Me dinin e Zotit nuk ka hajgare. Me dinin e Allahut subhanahu wa taala nuk ka hajgare, s'ban me bu hajgare. Me dinin e Zotit s'ban me bu hajgare. Dini Zotit është ardhë, Allah subhanahu wa taala ka zbrit Kur'an me punu me ta, me madhuru Allah subhanahu wa taala, mu madhuru dini ti me ta. Nuk është zbrit Kur'ani mu talë me ta, nuk është zbrit dispozitat vetare që mu talë tjetë me to. Para ta arsye duhet me pas shumë kujdes. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith thot wala sadaqa min gulul. As sadakaja nuk pranohet, e cila do të thot është marrë prej plaçkës luftës pa ndo. Plaçkën e luftës e kanë drejt me marrë pasi të ndohet, para saj nuk bën. Këtu kohë të plaçka e luftës po du me përmend një çështje interesant që ka ndodhur në kohë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, njëjtën kohë dhe nasihat që na me ndajt gojë të kësaj pune. Na bën dobi inshallah taala në dynjë e në ahiret. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kalon një sahabit të nderuar, Ebu Hurajra e ka pas emrin. Besoj që keni ndi për Ebu Hurajrën. Ebu Hurajrën e kalon me rujt pasurinë e luftës. Ama i ka thonë ja Ebu Hurajra ka me të ardhë sonte një vizitor. Do më thonë ka me të ardhë dikush. Sahabet kër i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diçka, ju kanë bindë, do më thonë bindja e sahabeve ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ladhim o ko ka qenë madhështorë, dhe që ata kanë herë kur ndalna edhe e mendoj, thëmë jo rasisht Allah subhanahu wa ta'ala i ka dalu këta burat të mdhaj, i ka përmen librin e ti, ka pohu Allah për ta kënaci për baltyne, radiallahu anhum o radu an, ata janë të kënaqur me Allah dhe Allah është i kënaqur me ta. Nuk e kanë fitu ata këtë epitet qëll. E kanë fitu se kanë pas bindje ndaj Allah dhe ndaj dërgumit ti. Për rastin të bindja, tani këthejnë ata e shka do shta me thonë, një për sahabeve është vanu në ditën e gjymo, o vanu edhe o ardhë, tu ngut, me hinë gjami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mrenda në gjami, ka thonë një prej muslimanëve, ju ka thonë ullu, a i ka mendu që ju ka i thot ati, a i në rrugë atje, o ullë. Në basi kanë thonë, po ty nuk taj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, po në ndëgjohë, të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ullu edhe ulla. Sarë në ndëgjojmë hadithet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sarë ndëgjojmë porësit e Kur'anit, apo i bindemi Kur'anit, apo i bindemi fjallëve të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo në u kanë mbo vetëm se në majet gjuhës.
Allahu na falte, na përmirësoft. Sahabët dashurit e mi janë qenë të bindur kur ka thonë diçka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ka më ndodh. Edhe kjo jo vetë sahabët, kështu është bindja e besimtarit. Nuk mundesh me qenë besimtar i vërtet Allah subhanahu wa taala përderisa nuk i beson fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ashtu si ka thonë, i pëlqej dikuj, si pëlqej dikuj, e pranoj dikuj, se pranoj dikuj, se ki pa disa filozofat e khirus zemonit, janë isë të tja tha, metafizika së ka e pranan. Po to, metafiziken uj ta bojmë, na krejt ty. Se s'pojmë e thonë më ndrysha, po qa më ndin mua, ata pranon ty metafizika jo, as ta pranon. Po Resulullah s.a.s. ka thonë, pejgamberi a.s. ka thonë, hadithi është i vërtet, salam aleikum, s'mi më intereson mu heq mu. Hiç për s'mi intereson që ka thonë ne, që ka thonë ai tjetri. Hiç, o shkenca, o që çtu për mbi kryen bëjmë shkencë, që çtu e qesim. Ama nëse bjen kundërshtim me parimin fetare për zgjidhje gjymë. Jo vetë shkencën, gjithçka që na del kundërshtim me parimet fetare për murje gjymë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dashurit e mi tha e Buhurerës tha, ruje plaçkën e luftës, ama sonte tha komet ardh në vizitor. Edhe Buhurera e pritke të rujt plaçkën e luftës natën erdhë vizitori. Bënari një vend që aty hoxhës, hoxhë Florim, del për para aty. Qo del hoxhëm? Se me gabu hoxha diçka, duhet me më përmisu hoxha më përmison. Allah në gjenet i qoftë. E Buhurera e pritke. E pritke atë dostin me erdhaj. Po aj erdhë jo me vizitu. Erdhë diçka me vjedh për plaçkës luftës. E në zone e Buhurera. Kër e në zone e Buhurera, aja nisi mi u kajt, tha mabre, tha se, tha, kom familje, jam i varfër, kom nevoj, e shtinin gjina e Buhurerën me një fjallë dhe e Buhurera e qaj. Kër erdhë sabahi, ka të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha ja Rasulullah, kështu, tha ani, tha apet kometar. Natën e dytë. Apet natën e dytë i vjen, apet e nxen e Buhurera, apet e njejt, muhabetin e njejt, e shtin gjëna e lëshan e Buhurera. Në sabaj ka zënë Rasulullah s.a.s. apet kometar sonte. A e Buhurera thot, shtash kur të vjen, mos ka. 2 herë e qova, mos shtash. Kur i erdhë dhazi afroni se jashtë nuk ka hosa, s'kem qitë se o shi, është lakt krejt. Afroni sa ma shumë, afroni se ka nevoj, do më thonë njerës edhe shumë ma shumë. Qatet e dera ju kësha lutë mos olni, afroni ma për para. Se të e më bullku të dera, se te kujtojnë që nuk ka vend. Afroni, se këtu edhe një 200 veta i nëzën. Edhe në herën e tretë, kër erdhë e Buhurera, tha qëtash ta se qaj. Se qaj më unë është. Kër erdhë në herën e tretë, e kapi e Buhurera. Ja, tha, mos ka. Nuk ka mu, tha, për ty. Nuk të shajt, qëtash ko me të marë, ko me qute Rasulullah sallallahu sallam. Atëra i tha, po nëse unë të mësejt aty një lutje, të cilën lutje nëse te e thush, para se me fjet, derin me njës shejtani s'ka që ka të bëm, sahabët për kajrë dashurit e mi, jo këtë parti, jo si na dojnë as i kjerët e thybe, a që kjerë i thybe. Duhet hoxha me qitë gushat, për me nëzit gjematin për një punë të kajrë që në fund ata kanë me marë se vapë. Mu konë që hoxha, që ato shka o ka kërkon për e merë për qënë shpit vetë, vallo edhe në pëthëm mos ja jep një hoxhës, qef mos i bë një hoxhës. Ama për derisa, hoxha kërkon diçka për të mire në komunitetit muslimanve, gjamis, duhet 800 derë se me imbajt, 800 hadithë me i kalzu, a e ti gjërë edhe këtë i gjurë, do jone e ki po kom thonën e, po vale Allah sune pak jo kritik këto, do vjen të jep do pare, ta prun hesapin me marrë me aqitë në ram aty dhe me akop këtu në murit gjamis emnin që kur tin me pa dhe thot filunin e ka jep që ka që pare. Thu shtia ka jep hoxhës e hoxha dënë me shku atje shpiti sa gogës me i qu. As ka të bëjke me i sa gogën, as me gogë, as kur gjëjtë s'ka të bëjke. Hiqë tu në gjami mbete, këtë gjami s'ka të bëj me rënës gogën. Rënës gogë është një zëtë e dilë sa ditë o këtë gjami. Vesh një Allah e din. Parimisht po flas, parimisht, deri në pensionisht duft më konë që do, po tash 2 fy, deri në penzije, oho, edhe një 23 vjetë, sa ujë ndërbistritësin, ndoshta e gjym lugen, ndoshta në nëzën qëfar pune, qëfar smuje, ku ta di unë e zëtin arrujt, ishë vëllë Allahu subhanu wa ta'ala, lusë Allahun, sa Allahu ymër në ka jep, me jetu me dinin islam, me jetu si shërptor dinit islam, me jetu si shërptor të sünnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
që ta me e pas, e tash sa qysh tek vesh një Allah e din. Ama vëllai dashur, bëjnë men një kontribut që ti e jep, jetë e jep për shpirtin tënd. E ki pa ato kocat aty që i kena qit që ju votoni në toha voton, ajo për ju, që të pastërti, këtë mirëmbajtje në xhami, rryma, vëshën nxehtë. Pisha si po vinë tonë me një herë të radiatorat, vise nxehtë radiator. Ama tash me 20 thotin na vjen, mos 28, sot ditë festës vinë, veç të honën kur të vinë, një 400-500 euro rrymë vinë, me këtë nxehmin që kena na që se ndalin heq. Ama kjo falë, kontributit ju japet. Ama mos kujto që je ka prun dishka në xhami, je ka në banë mu. Jo, por mu hiq mos pruj. Edhe vallaj, bile publikisht për i thamë, qaj që niset me pru pare, për Ernezgogën, mos pruj se Ernezgoga s'ka që shpërblen. Nëse e ke bon jetë për Zotin, që ti dush me bo për Zotin, sot mësh je për Allahun, se kush je për Allahun, Allahun nuk e humb. Allahun nuk ja humb. Robit, qoft edhe qka që shka arë në hadith, edhe një gjys hurme, nëse e ke jep sadaka, për Allahun subhanahu wa ta'ala, në ditën e kiametit që shka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai thot që e ka jep gjys hurme sadaka, Allahu ja shëndron në sevap sa kodra e Uhudit. Gjys hurme thash. Gjys hurme. E jep sadaka, Allahu ja shëndron nesër në ditën e kiametit sa kodra e Uhudit. E sahabët për khajri janë kon të partë. Hecni edhe pak edhe ju kësha lutë sofat, mos mi ka përceni se e kon vezvese kur isha njerëz të i ka përcy sofat. Dikush ardh para juve, edhe ju që i keni vende shlirë, nxeni vendet vetë. Mos ja uleni dikuj mbas 2 minuta para e zonit vjen, edhe dënë me nxon sofin. Ju kësha lutë, kur t'jeni, ku të nxen vend, pi sunnetit, pe spjegoj, se kon me askon personalisht. Po me umësu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, mos ju ktheni njerëzve në përqafa. Ka ndalis pi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pe sunnetit kur t'jen xhami, e sheni vend shprast ulesh aty. Nëse ki një vend tondi që e ki pas, hajte për para. Ama jo tap, tup atje. Së s'ban kështoft, ose këtë që arë para teje, sa budala për të që arë para teje. Hakiti jo është auta. Kështu që të kem kujdes, Allahu në gjennet ju qoftë. Sahabët e më dhonë janë konë të partë për khajrë. Të partë janë konë për khajrë. Edhe kjo e mashtër i tha, a do me ta mësu tha një dua nëse e thush në mengjez. Deri tha, në mramje e thush, deri në mengjez shejtani nuk të bën kur gjo, tha po. Tha, nëse i lexon ajetul kursin, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, para se me flejt, deri në mengjez, shejtani s'ka çka të bën. Kur ardh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sabah, i kallzoi Abu Huraira që i ka ndodh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vërtetoi fjalën e tij, tha sadaqaka wa huwa kadhub. Vërtetë ta ka thonë, tha, ai gënjeshtar. E Buhreira u shtan. Tha e Rasulullah, sikur se i thek e Buhreira, a pëngja, se të ke informata ma shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha e Buhreira, tha ajo kon shejtani, se shejtani personifikohet në formën e njeriut. Ka mundësi mu personifikohet, thot, ka ardhët, domethënë. Ka ardhët. Farem do, edhe shejtani e ka pu me gjuhën e ti se s'ka çka të bën. Te na sot problematikë ka që po jon, tha, hoxh, më thit telefon, so kam rahatuar fëmia hoxh. Qa ka braj, fëmija me laqë është, po gjinohe. Po kuja ka marrë një 50 shejtana në sobja ka shti. Ja ka bërë një 50 kukla, një 50 fotografia, aj normal ku do me flejt aty. Suda, aj miro ka flenë, miro të e po gjumin, sa bizdes, aj me ditë, kish me thonë, o, babi, nani, heki këto kukla, ma kim bursojnë, ama tash, në moda, u thonë. E thët të shtim, basha zotën voj, po do farë arushat më doja, u thonë. Njerë më ka rastis një shpi, kesh një shpi, edhe po duft me falë namazin, tha hajtë hinë qatë sobë. Kur hina gati e thët më hinë e nautan. Tana e arush, tha heke mare, Abdullah, heke mare këta arush dhe tu det njeri, jo po kam fëmija, po miro, mërë kë fëmi. A i shejtanat rinë ta, vëllaj billaj, unë e di që e vërtetën njerës kanë qef me ndi, besa pesat i s'fallin, a që këpëna kalzën prolla, a një prolla, ngrojat, që shtu ka njerë do përdojnë prolla, po kur po i kapin tani, hosh, a të me la këtu pak koral, ja, pelojmë me prolla që ty të prollat pelojmë. Para të arsyt dashurit e mi, të kemi kujdes në këtë. Do të thotë as sadakoja nuk pranohet, ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk pranohet e marrun nga plashkat e luftës, po ndojo. Për këti hadithi që kam mësojmë shpejt edhe pe përmbyllim. E para,
pejgamberi s.a.s. ka kushtëzuar që namazi me qenë tamam, edhe mu pranu te Allah subhanahu wa taala duhet me qenë me çka? Me avdes. Pa avdes namazi nuk pranohet. Pastaj en el wudu'a lid du'a mashru'. Duaja do të thotë avdesi kur don njeriu me bu dua është e ligjshme. O pi sunnetit. A bën me bu dua dhe pa avdes? Bën. Ama për sunnetit është me bo dua, më konë me avdes më konë. Të e din që Ebu Hurejra, edhe që të e mbylla se erdhë koha, falem në thash Ebu Hurejra, Imam Maliki rahmetullah alejhi. Imam Maliku rahmetullah alejhi thot, kur thot, ndëgjej, kur thot nuk më kallëzu hadith pejgamberi s.a.s. pa avdes. Çfarë respekti? Çfarë respekti për fen? Që respekti për pejgamberin s.a.s. respekt edhe për fen. Kur thot s'kon fol? Kur nuk kom kallëzu pa avdes hadith pejgamberi s.a.s. E ka hongër, ka qenë të ligjeru, e ka hongër akrepi, s'di sa herë nuk ka leviz, i ka thonë pësës leviz o imam, ka thonë ka orë turp me ndërprej fjallën e pejgamberi s.a.s. Më ka orë turp, ka thonë me ndërprej fjallën e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Atu ka kem qëllu për mirësive të zotë, kem gabur në mjedhe shëtanë, wa akhir da'wan, alhamdulillahi rabbil alamin.